Mirëser dhe zonjat e zotrinj, jemi drejt për së drejti në Top Talk Ekonomik të në ekranin e Top Channel. Marrëveshja për importin e gazit natyror të lëngshëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës shënon një nga projektet më ambicioze energjetike në historinë e Shqipërisë. Marrëveshja tre palë Shqipëri, SBA, Greqi e firmosur dje pritet të ketë një ndikim edhe në ekonominë shqiptare, me ndërtimin e terminalit të rigazifikimit në Vlorë, transformimin e tecit dhe lidhjen me rrjetin rajonal përmes gasjelësit TAP. Vendi synon të rrisë sigurinë energjetike dhe të shndërrohet në një nyje kyçe për shpërndarjen e gazit në Ballkan. Për këtë do të flasim në pjesën e parë, ndërkohë sërish një tjetër marrëveshje për ndërtimin e anijeve luftarake në Vlorë është firmosur po sot nga qeveria shqiptare në bashkëpunim me Italinë. Për këtë do të flasim në pjesën e dytë. Me të ftuar në studio Enrico Ceko, ekspert ekonomie, mirë se erdhe në program. Nëjsi. Gjithashtu në një komunikim të drejt për drejt është Fation Softa, në fakt në studio paralele, ekspert sigurie, mirë se erdhet. Faleminderit. Mirë, në fakt ka qenë lajmi ditës së djeshme, në fakt e vendosëm edhe në wallin e studios son, kjo firmosje marrëveshjes ndërmjet Shtetet Bashkuara të Amerikës, Greqisë dhe Shqipërisë. Kemi patur disa paralajmërime nga vizitat të befta të ambasadorës së SBA-ve në Greqi, pikërisht në Shqipëri, një muaj më herët, bëri lajm fakti që ajo erdhi, më pasi ka shtuar vizita e veta dhe siç duket mund të ketë qenë pikërisht kjo arsyeja e ardhjes së saj disa herë në Shqipëri. Çfarë pritet të përfitoj Vlora dhe Shqipëria nga kjo marrëveshje? Ka disa përfitime. Ne mund të shkojmë pas edhe në detajet të kësaj pjese. Përfitimi kryesor është që Shqipëria përforcon rolin e saj si një fuqi në sektorin e energjetikës. Unë do të thosha që kjo marrëveshje ecën paralel me projektin e madh të TAP-it, të cilin ne praktikisht e kemi të realizuar. Çështja qëndron këtu që TAP-i futet në territorin e Shqipërisë në zonën e Bilishtit, në Kapshticë, dhe pastaj kalon Korç, Berat, Skrapar dhe del në diku në Fier, në zonën e Semanit, dhe aty pastaj përmjet tubacioneve nëntoksore, kalon në Itali për të furnizuar Italinë nga zona e Azerbajxhanit për të shërbyer si një amortizues i çmimeve të larta që donte të vendoste Rusia në tregun evropian për gazin. Megjithatë, nëse do të shikojmë situatën ndërkombëtare dhe me tendencën që kanë çmimet e naftës për të rritur, ky projekt është një projekt që i jep mundësi kompanive amerikane të prodhimit të gazit, sepse edhe Amerika është një prodhues shumë i madh i gazit në botë. Domethënë, lufta për Evropën është që kush nga do e blejë Evropa gazin, nga Amerika apo nga Rusia. Dhe ideja është kjo, që po të shikojmë historikisht se si janë rritur çmimet e naftës që nga viti 1993 edhe në vazhdim, 1973, 90, 99, 2001, 2011, 2018, se këto janë kulmet ku ka patur gjithmonë ka dy fishim të çmimit të naftës. Si ndikon kjo te gazi? Ka dy lloj gazesh. Gaz i lëngshëm natyror, që gjendet në natyrë në formë gazi, ngrihet në temperaturë minus 168 gradë dhe kthehet në gaz të lëngshëm dhe futet në bombola dhe transportohet. Dhe është dhe gazi i lëngshëm që përdorim ne, që LPG, liquid petroleum gas, që vjen nga nafta, po që ky ka një thjesht futet në presion për të kthyer në gaz të lëngshëm. Nuk është si puna ti gazit tjetër që duhet zbresin në temperaturë minus 168 gradë. Pra, ky lloj gazit që vjen nga nafta, me rritjen e çmimit të naftës, i rritet edhe çmimi. Edhe vlera e gazit. Pra, duke i rritur vlera e gazit, kompanitë amerikane, që se punojnë me kosto të larta, e kanë shansin që të futen në tregun evropian me një çmim të pranueshëm gazi. Kuptoj. Kjo është logjika e... Mirë, Softa, në fakt... Duhet ta shikojmë gjithë pikturën. Pra, ju, në fakt, Enrico sapo përmendi që është në interesin në këtë rast të kompanive amerikane për të futur në Europë, apo jo. Si e shihni ju në fakt të marrëveshje? Çdo marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës patjetër që është një marrëveshje e rëndësishme, aq më tepër që kërkohet të zbehet influenca dhe ai presion ku vendet e Bashkimit Evropian pak deri në një farë periudhe që ndërpresin marrin gaz nga
Rusia. Pra, eliminimi i burimeve të marrë nga Rusia dhe burime të tjera të marra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kemi gazin e lëngshëm. Por marrëveshja nënshkruhet duke pasur përfitime dhe avantazhe dhe disavantazhe. Avantazhet janë që krijohen fonde për investime, ku këto investime sigurisht ndikojnë në një infrastrukturë, kryesisht për zonën e Vlorës, ku mund të kemi përmirësim ndoshta të portit dhe mundësinë e investime të tjera, të cilët duhet kryejnë, por nëse Shqipëria do të jetë një vend tranzit dhe jo një vend përfitues, këtu ka një ndryshim shumë të madh. A është përcaktuar kjo gjë? Po këtu nuk ka qartësi, po mundësia më e madhe është që të jetë tranzit. Për një arsye, Shqipëria nuk ka infrastrukturë, nuk ka terminale, Greqia është e plot në këtë gjë. Ndjes, Fation, çdo me thënë tranzit, pra nuk do përfitojmë asgjë, thjesht do jemi një vend kalues? Atëre, që të përfitosh duhet kesh një infrastrukturë. Shqipëria nuk e ka infrastrukturën tani për tani, që gazin që merr ta shfrytëzoj për nevojat e saj. Vetëm qoftë se do ta përdor për tece apo do ta përdor për një gjë. Po ndoshta heci Vlorës në këtë lloj mënyre do vihet në punë. E pra, do të jetë, por nuk mund të përdoret gaz për popullatën, për shembull. Nuk mund të përdoret duke pasur shtrirje në disa pjesë të territorit. Kështu që në këtë kuptim Shqipëria nuk ka një përfitim të drejtë për drejtë. Për shembull, ne vazhdojmë të ngrojmë energji elektrike, edhe pse themi kemi dy burime të kalimit, qoftë të tapit që vjen nga Azerbajxhani dhe qoftë të gazit lëngshëm që vjen nga Greqia, nuk e di hyrja do jetë nëpër portit Vlorës apo do vi nga Greqia dhe zona tranzit, pra territori shqiptar, Malezi, duke dalë për drejt vendeve të Bashkimit Evropian, do të jetë i tillë dhe a ka terminale, do ketë terminale, do ketë vend ku do kemi depozita, ku Shqipëria mund të ketë qoftë dhe degëzime për të përdorur ato për nevojat e popullatës dhe të ekonomisë saj. Po, Erika mund të ndryshojë. Shumë dakord me parafolsin, po duhet kemi parasysh shifrën, $6 miliard. Dhe shifra $6 miliard parashikon ndërtimin e një terminali, ndërtimin e magazinave dhe ndërtimin e, si të thush, instrumenteve për të bërë transportin e gazit drejt vendeve ku do përdoret. Tani, këtu fjala kryesore është për... Eriko, ne kemi tecin e Vlorës, do përdoret apo jo? Po pra, tani këtu është fjala për gaz natyror të lëngshëm. Gazi natyror i lëngshëm, që vjen me temperaturë të ulët, duhet ngrohet në një temperaturë më të përshtatshme që të futet pastaj për përdorim, dhe gazi natyror i lëngshëm, jo gazi që vjen nga nafta, jo liquid petrol, po liquid natural gas, përdoret për termocentralet. Anijet e sotme moderne, që do dalim i qikta anijet e pjesa 2 të emisionit, anijet e sotme moderne përdorin LNG, gaz natyror të lëngshëm. Pra, terminali është shumë e rëndësishme, dhe pse është zgjedhur Vlora? Vlora është zgjedhur sepse baseni në Vlorë është i thellë. Nuk është si baseni Durrësit, 10 metra, 11 metra, që mund të arrijnë anijet deri në 50.000 tonsha. Një basen i thellë në Vlorë lejon që të futen anije me kapacitet edhe me tonazh edhe më të lartë. Kështu që patjetër që pas edhe pjesa magazinuese duhet të jetë një hapësirë shumë e madhe për të lejuar dhe magazinimin e gazit të lëngshëm natyror. Nëse do flasim për gaz të lëngshëm që vjen nga nafta, petroleum, atëherë është pjesa e tapit që, si të thush, këto janë, ky është një lloj diversifikimi i energjisë, me gaz, po gaz që është i dy llojeve, në mënyrë që të bëhet e mundur, si thush, përdorimi. Qytetarët nuk e përdorin dot LNG-n, gazin natyror të lëngshëm, por liqen e nuk kemi përvojë, nuk kemi dhe kulturë. Po ne kemi marrë angazhimin për energji të gjelbër, shkon kjo në takt me politikën? Kjo është pjesë e energjisë të gjelbër, është gaz natyror, ecën paralelisht edhe me këtë energjinë diellore, me energjinë e erës e tjera. Dhe unë do të thosha që zonat që janë afër, ne dikur për shembull disa qytete të vogla Shqipërisë i kemi furnizuar edhe me energjinë që vinte nga ato termocentralet me djegje që përdorin avullin, po edhe disa qytete kanë patur edhe disa zona tjera që furnizoheshin edhe me gaz, edhe nga Ballçi, po unë mendoj që kjo çështje do shkojë çik më thellë, sepse ne kemi disa burime natyrore gazit, të cilat janë të eksploruara, por nuk janë të... nuk nxjerrim gaz. Ndoshta
këto kompanit, shiko, për 6 miliard dollar, bëhet fjalë për kompani të rëndësishme. Emrat e kompanive nuk janë thënë, por në Amerikë, kompanit që flasin me miliarda për gazin, janë ExxonMobil dhe Chevron. Në Greqi, kompanit e mëdha që flasin me miliarda, janë DEPA, DEFTA dhe Gaztrade, që janë gjigantë në Evropë, në menaxhimin e burimeve të gazit. Janë kompania e prodhimit, kompania e shpërndarjes dhe kompania e tregtimit të gazit në Greqi. Dhe jo vetëm në Greqi, po edhe në pjesë të tjera të Evropës. Kështu që kur flitet për ExxonMobil dhe për Chevron, flitet edhe për 6 miliard dollar. Okej, mirë, Softa, në fakt si është mendon që do të ndikoj në aspektin ekonomik, mendon që çmimi i gazit në fakt do të ulet për qytetarët, cilat janë sigurisht përfitimet e mira që ne presim, sepse kjo marrëveshje u cilësua si historike. Shiko, në moment që dëgjon që kemi një marrëveshje të tillë me këtë vlerë, sigurisht kemi vend për të pasur një entuziazëm. Por për aq kohë sa nuk kemi një informacion, për shembull, kush do të jetë porta hyrëse, Greqia apo Shqipëria? Në qoftë se është Greqia, patjetër që gjithë negociatat dhe rolin kyç e ka Greqia, Shqipëria është një vend tranzit. Dhe fakti që ambasadoria amerikane vjen për të bërë këto negociata dhe nuk kemi ambasadën amerikane të Tiranës, por është ambasada e Greqisë, tregon që Greqia është lojtari. Pra gjithë loja luhet nga Athina dhe interesat mund të jenë nga Athina, pra nga Greqia. Sigurisht gjithë vendet tranzit përfitojnë, por varet përfiton ai që negocion. Nuk ka forcë negociuese Shqipëria në një lloj marrëveshje, përveç marrëveshjes në vlerë e cila do të shkojë për shkak të përgatitjes së infrastrukturës për të kaluar qoftë tranzitin apo për magazinim, nuk e di nëse do jetë. Nëse është hyrje nga Vlora, pastaj do themi a ka impakt ambiental, sepse vërtet ai gazi është më i pastër se qymyri, po është lëndë fosile, prap ajo krijon ndotje të detit, krijon ndotje të Bregdetit, pra është një zonë turistike që mund të ndikojë në turizëm kjo? Po. Dhe nga një anë themi do fusim gazin e lëngët, nga krau tjetër themi që do t'japim për investime Sazanit. Pra duhet jemi shumë të qartë, ose ne duhet na sqarojnë më shumë lidhur me këto impakte apo jo, sepse nuk mund të hyen në një kohë edhe industria, edhe turizmi, edhe gjitha, pra nuk mund të bashkëjetojnë në një vend që nuk ka një strategji të qartë çfarë do të bëjë. Se ne nuk e dimë, do jemi një vend industrial, do jemi një vend që do ndërtojë industrinë e luftës, do jetë një vend për prodhimin e energjisë të pastër, pra të gjelbër, do jemi një vend që do prodhojë minerale, apo do jemi një vend bujqësor. Çfarë do jemi, sepse në gjithë këto vite asnjëherë nuk ka pasur një strategji të qartë. Si do jetë e ardhmja e Shqipërisë? Si do jetë Shqipëria 2050, se e lëm 2030, se jemi në prag. Si do jetë 2050, pra si do jetë infrastruktura e një vendi? Vendi nuk ka krijuar, qoftë edhe nëse do të mendoj, vendet e Bashkimit Evropian, ku ngroja e popullsisë vjen me gaz, nuk ka magjistral, nuk ka shtrirje, ti ke në Tiranë gjithë pallatet që ndërtohen, nuk e kanë planifikuar perspektivën e tyre. Çfarë do të bëjmë? Do ta ribëjmë qytetin, do ta ribëjmë këtë vend. Pra gjitha këto janë problematika të cilat vinë, nuk mjaftojmë vetëm vlera 6 miliard. Çfarë përfiton ti nga 6 miliard? Sa vende punë hapen? Sa përfiton ekonomia shqiptare? Sepse u tha dhe për tapin që do të jetë kështu. Po sa impakt ka pas në ekonomi? Në fakt tapi nuk kemi patur akses pothuajse fare apo jo? Tapi, përfitimi më i madh i tapit ishte kompanitë të cilat punuan në që u hapën vende pune, pra burimet njerëzore. Po, dhe ishte një periudhë e mirë që disa kompani shqiptare me të vërtet bën një punë mrekullueshme dhe u paguan mirë për atë punë dhe punonjësit e tyre. Aq ishte. Unë mendoj që mos është e njëjta gjë dhe me gazin e lëngshëm apo jo? Me shumë e drejtë unë vlerësoj shumë ndërhyrjen e kolegut. Unë do të thosha që Amerika ka gazin, Shqipëria ka tokën ku do ndërtohet terminali, Greqia ka know-how, ka një orinë se si bëhen këto punë. Pra kështu do të shpërndahen rolet, mendon ti. Mirë, le të vjojmë pak me pyetje në fakt që Softa ngriti. Sa vende pune do të hapen? Si do të shërbej kjo në ekonominë shqiptare? Është shpejt për të thënë... Është herët. Është herët për të thënë, ndoshta po të kemi detaje nga studimi fizibilitetit. Sa kohë pritet të marrë ky proces, Enrico? Shiko, asa pyetje bukur. Shiko, sa e ne themi që shiko këto rrugët tona, këta po marrin 20 milion euro për kilometër. Me 20 milion euro për kilometër, çdo 1 kilometër duhet të ishte bërë për 24 orë? Sa ka u zgjati kjo rruga për cilën bëjmë ne çdo ditë? A pra?
Tani, ne nuk e dim se si do ecë barbajtja. 6 miliard dollar, në qoftë se shpenzohen për 2 vjetë, është një fizibilitet i mirë. Sepse... Duke qenë se është Amerika në mes, ndoshta ka një shans të ecë pak më shpejt. Po Amerikës i intereson që të bëhet një terminal i mirë, cilësor, me kapacitete, magazinuese i shpejt, sepse Evropa ka problem furnizimi me gaz gjatë dimrit. Dhe Amerika është interesuar që të furnizoj sa më shumë. Kështu që duhet ngushtu shumë kohë e realizimit të këtij projekti. Mirë, softa në fakt shpesh janë hedhur edhe debate edhe europarlamentarë të ndryshëm kanë dalë dhe janë drejtuar në fakt me gisht Ursula von der Leyen, për shumë ktheni syt nga gazi rus. Pritet të ndryshojnë këto dinamika tashmë me geopolitikën e re? Politikat që ka Bashkimi Evropian në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës janë politika në radhë parë përveç anës strategjike të një partneriteti, është dhe faktori ekonomik. Shpesher ka pasur që nga ardhja e Zotit Trump, ka pasur disa luhatje, përsa i përket marrëdhënieve të Shtetet Bashkuara drejtuar nga Trump dhe vetë faktori ndërkombëtar, pra Bashkimit Evropian. Shpesher lufta tregtare ka qenë e tillë që ngritjen e taksave, pastaj ngrirja e taksave, pra gjitha këto politika kanë lëkundur tregun shumë, derisa u spostua vëmendja që nga lufta tregtare u kalua te konflikti që është në Iran. Dhe pra aq kohë sa konflikti është në Iran, çështja ka kaluar në çështjen në konfliktin ushtarak, domethënë të interesave ushtarake. Midis NATO-s duhet ndërhyjë dhe NATO nuk na mbështeti për çështjen e Iran e tjerë dhe Gjermania dhe vende të tjera kanë filluar të investojnë dhe të mendojnë për të projektuar një NATO, qoftë dhe europiane për të investuar shumë ata në industrinë e luftës. E njëjta gjë është edhe për strategjitë që ka varësia, sigurisht Europa ka qenë taksative lidhur me në raport me Rusin, pra ka hezituar për të marrë gazin rus, duke pretenduar të kemi një burim tjetër alternativ, por futja e gazit amerikan nëpërmjet Greqisë sigurisht mund të jetë një alternativ për të hequr varësinë nga Rusia, sepse është jetik dhe bazik për vetë popullsinë e këtyre vende, për industrinë e këtyre vende, por edhe për qytetarët e këtyre vendeve, sidomos përdorimi i gazit për nevoja shtëpiake dhe industriale. Mirë, softa, marrim skenarin më të mirë që ky projekt do të ndërtohet, do të jetë i suksesshëm përderisa dhe marrëveshja u nënshkrua. Nga do të vi ky gaz dhe ku do të shkojë? Pra, sa transparencë kemi, si do të përfitojmë ne? Kjo është ajo pyetje që bëra dhe unë, që do të vi nga Vlora apo do të vi nga Greqia. Gazi do të vi nga Greqia, ajo është porta. Aftësitë e Greqisë janë forca negociuese, Shqipëria nuk ka forcë negociuese, nuk fiton nëse nuk ke forcë negociuese. Je vetëm vend tranzit, do të paguash vetëm pjesën që do të jesh tranzit i këtij dhe ku do të kalojë, kush është gjurma? Kush është gjurma që do të kalojë për të kaluar drejt vendeve të Bashkimit Evropian? Cilat qytete do të prek? Cilat zona do të prek? Nuk ka rëndësi nëse do të vinë nga Vlora anijet dhe mund të jenë shtesë apo jo, dhe a do të ketë bazë Shqipëria sepse ja marrim rastin e Tapit. Çfarë përveç punës që bëri dhe për aty punësim të atyre njerëzve, askush nuk di sa përfitoi çdo qytetar shqiptar nga kalimi i gazit për ndërtim të vendeve të Bashkimit Evropian. E njëjta gjë do të jetë edhe për gazin e lëngshëm. Për aq kohë sa politika për të qenë pro dhe gjithmonë pro ndaj çdo iniciative që vjen nga fuqi të mëdha, por duke mos bërë kalkulim dhe llogaritje në interesin tonë kombëtar. Sa ne duhet fitojmë dhe për sa kohë do të ndihet kjo në ekonomi. Po e themi përveç vendit punës, që nuk e di sa vende pune do të hapen, ne edhe kur ishte Tapi, nuk është se shqiptarët u kthyen nga jashtë dhe u kthyen se do punon në Shqipëri. Madje tregu ka qenë i zbrazur dhe vazhdon të zbrazet gjithmonë më tepër dhe më shumë po mendohen për të ardhur nga India dhe vende tjera, se sa po themi rikthimi atyre për politika ku pagat, rrogat, mundësia, stimulimi mund të ishte që shqiptarët mund të ktheheshin me fuqinë e tyre punëtore. Atëherë njëjta gjë shtrohet edhe për gazin e lëngshëm. Përveç po themi anëve pozitive, mund të kemi dhe elemente të cilët duhet i gjykojmë ndoshta në debatet sipër edhe për sa i përket sa ndikon kjo dhe në elementet e sigurisë kombëtare. A mendoni që do arrijmë të shkëputemi plotësisht nga gazi rus? Një pyetje për të dy. Shqipëria nuk ka varësi nga gazi rus. Nuk kemi, po. Ne nuk kemi varësi, po unë mendoj që meqense Evropa... Flasim dhe për Europën, normalisht vetëm për Shqipërinë. Shiko, duke fillu këto 3 republikat baltike, Gjermania, Danimarka, Belgjika, deri në Hollandë edhe veriu Italisë e tjera, deri tani janë furnizuar me 8% me gazin rus, por tani është momenti që si duhet të vendosen e disa balanca, vetëm duhet të kemi parasysh, të paktën 4-5 vjet e fundit çmimi
i gazit rus me gazin amerikan ka qenë 1-2. Kështu që e përmenda edhe më përpara, rritja e çmimit të naftës, rrit edhe çmimin e gazit. Kështu që kjo e lejon pastaj Amerikën që të eksportoj gaz në Evropë, sepse duke u rritur çmimi i gazit, Amerika e ka më lehtë që të eksportojë me çmimin e gazit që ka aktual. A kemi burime njerëz? Po. Do të bëj një ndërhyrje. Patjetër. Po flasim zero interes Shqipëria për gaz për momentin. Atëherë interesi është, ju thatë, i Bashkimit Evropian. Okej, tabin e kuptojmë që duhet kalonte nga Azerbajxhani, duhet kalonte territorin turk, grek, territorin shqiptar për të kaluar nëpërmjet asaj ngushtice të Otrantos për të vajtur në Pulja, sepse kjo ishte rruga më e shkurtër për të hyrë në vendet e Bashkimit Evropian. Atëherë, po për gazin e lëngshëm, nëse ne flasim për një infrastrukturë, pse nuk hyn gazi dhe porta e partit Italia? E ka të gatshme Europa apo jo? Në moment që hyn në territorin italian, ka hyrë në Bashkimin Evropian. Pra do hysh në Greqi, do negociosh me Shqipërinë, do negociosh me Malezi, që nuk i kanë këto infrastruktura për të furnizuar, po themi, Europën. Kështu që duhen parë dhe në raport me politikat. Atë pse zgjedhur kjo rrugë është një pyetje shumë e thjeshtë. Kostot e shipment për ankorimin e anijeve në portet shqiptare, për anije të këtij tonazhit që flasim, janë shumë më të ulta se sa ankorimi i anijeve në gjithë portet e Evropës. Qartë. Se është tonë për metër linear anije. E justifikon këtë kosto, pra, të këtij rrugtimi të ri? Po, duhet kemi parasysh edhe këtë pjesën e koridoreve rrugore që do ndërtohen dhe e kurrudhave, të cilat, se gazi i lëngshëm që është në këto pjesën e bomboleve dhe këto, është më kollaj për të transportuar pastaj me këto. Qartë. Mirë, a kemi burime njerëzore të mjaftueshme, është ajo që ceku pak më herët edhe softa për ta... Mendoj që nuk kemi për momentin, ne mund të kemi inxhinier, sidomos të pjesën e inxhinierëve të vjetër. Pra do të vinë punonjës nga jashtë, nga kompanitë përkatëse. Unë përmenda faktin që Greqia ka know-how. Kështu që do të trajnohen njerëz tani të huaj shqiptar. Pra, le të vijem në një emërues së përbashkët, paktën nga ajo që tha dhe sot, ai di që Greqia do të ketë përfitimin më të madh nga kjo marrëveshje? Shiko, nëse do të shkojmë me atë logjikën e para 25 viteve, kur vinin të huaj cilin projekte në Shqipëri, edhe për çdo 1.000 euro, për çdo 1.000 eku, se ishte me eku në atë kohë, po euro, për çdo 1.000 euro, 900 euro i merrni me paga specialistët, po të ecim me këtë mundësi atëherë ashtu do jetë, si thoni jo. Po çfarë duhet ndryshojmë pra nga kjo mundësi që të mos ndodh kështu? Mua më pëlqevi pjesa momenti kur kolegu përmendi faktin që a ka Shqipëria fuqi negociuese apo s'ka fuqi negociuese. Duhet të kesh fuqi negociuese që të xhvatësh $2 miliardë nga gjashja. Në kuptimin e mirë, të marrësh një tretën, sepse je një ndër tre partnerë. Je pjesë e vendit, je pjesë e marrëveshjes, po. Do të kesh aftësi shumë mirë negociuese që... Qartë, pra, softa, do i marrim dot apo jo këto para? Shko, nëse flasim për një marrëveshje, marrëveshje ka kosto, nuk është se negocioi Shqipëria që kjo kosto ishte e tillë. Jo, kaq është kosto që kanë nxjerrë për të bërë këto investime, që i kanë kalkuluar për të kaluar nga Greqia drejt vendeve të tjera. Kaq mund të jetë, po themi se di, sa ka investime në territorin shqiptar, që është rrugë kalimi, sa do jetë Malizi, dhe derisa të arrish në Europën qendrore, aty ku janë të gatshme infrastruktura që të kapi rrjetin e shpërndarjes së gazit në vendet e Bashkimit Evropian. Kështu që nuk është se Shqipëria negocion dhe të ardhurat janë për Shqipërinë, janë të ardhurat që do të vinë tek vendet e punës, sigurisht, tek ato investime që do të bëhen, por nuk janë investime të cilët ndryshojnë apo tjetërsojnë fuqinë e ekonomisë shqiptare. Janë investime që edhe kompanitë që do të jenë, me siguri do të jenë kompanitë huaja, nuk i ka Shqipëria as kapacitetet inxhinierike me të drejtë, foli kolegu, dhe as kapacitetet njerëzore, po themi që ti përdor ato sepse këto janë linja që janë nën presion dhe kërkojnë patjetër një teknologji të lartë. Të si të tilla do jenë kompanitë huaja që do t'i marrin dhe ata do të negociojnë për të marrë në koncesion apo deri në vendin në përdorim të tyre, ashtu siç ndodh dhe me tapin. Po, nëse kishe një ndërhyrje se kuptoja. Po, kolegu, preku këtë çështjen e lëndëve që janë nën presion, këtu një rëndësi të veçantë merr Drejtoria e Meteorologjisë Kalibrimit për të paktën për këtë projekt, që gjithë inspektoriatet në përgjithësi po dhe punonjësit e Drejtorisë Meteorologjisë Kalibrimit duhet jenë alert 24 orë 7 ditë javës, sa po të filloj projekti, që të mos lejojnë asnjë incident, asnjë risk që duket në ajër në risk i mundshëm, sepse
do të ishte njësoj si Gërdeci ditën që u hapën negociatat. Pra duhet kemi shumë kujdes. Ditën që Shqipëria u pranua në NATO. Për procesin, po. Okej, mirë, do të vijojmë të jemi sërish së bashku në pjesën e dytë, kemi publicitet. Jemi në studio. Për te aspektit ekonomik, marrëveshja për gazin e lëngshëm ka dhe një pjesë të fortë në fakt geopolitike. Mbështetja nga figura politike si Donald Trump dhe ambasadorja e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Greqi e vendosën Shqipërinë në artën strategjike të SBA-ve për diversifikimin e furnizimeve energjetike në Europë, si dhe reduktimin e varësisë nga Rusia. Atë pyetje në fakt që ngritëm edhe gjatë pjesës së parë. Jemi sërish në studio me Enrico Ceko dhe Fation Softa. Ndërkohë, sapo na vjen një tjetër lajm, një tjetër marrëveshje firmoset, po sot sa i përket ndërtimit të anijeve luftarake, po në Vlorë, por kësaj herë me Italinë. Si e sheh këtë marrëveshje? Po, shiko, është edhe më përpara ideja për ndërtimin e një kantieri në Vlorë për pjesën e anijeve, edhe anijeve civile, edhe për anijet luftarake. Duhet kemi parasysh që kur përmendim Italinë. Italia është historikisht një ndër prodhuesit më të mëdhenj të armëve në botë, që nga koha e perandorisë romake. 3 kompanitë më të mëdha në Evropë për prodhimin e anijeve luftarake janë në Itali. Është Fincantieri, është Leonardo, edhe është Intermedia. Janë 3 kompanitë më të mëdha të prodhimit të anijeve luftarake në botë. E para, Fincantieri është kompani publike, është kompani shtetërore. Dhe ka një përvojë pothuajse 100 vjeçare në prodhimin e armëve. Produktet e kësaj kompanie janë produkte që kanë furnizuar makinat luftarake në 2 luftrat botërore dhe ka është pjesë, si thosh, është pjesë e infrastrukturës më të rëndësishme të NATO-s në pjesën e ndërtimit të anijeve luftarake. Specialistët e Fincantierit janë specialistët cilët shkojnë ndihmojnë edhe marinën britanike dhe marinën amerikane. Pra Italia është vend i rëndësishëm në po pse vin pikërisht tani softa në Shqipëri, për ta vazhduar sërish. Së pari çdo marrëveshje me Italinë është e vlerësueshme për shkak të qendrit një alat strategjik i Shqipërisë, një vend i madh mik, ku ne kemi një pjesë të madhe të emigracionit shqiptar, të cilët janë dhe në shtetet stati vendi. Shqipëria ka qenë gjithmonë një avokate e mirë e Shqipërisë, Italia një avokate e mirë e Shqipërisë në rrugën e saj të rrugtimit drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Sigurisht që disa gjëra janë sensitive, aq më tepër kur flasim për industrinë e luftës, nëse këto janë mjete të cilët janë për qëllime ushtarake dhe të kujt niveli janë, sepse fillojnë nga anijet e vogla edhe deri tek anijet e mëdha. Italia ka një eksperiencë, është një nga vendet vërtet prodhuese. Leonardo ose Finmeccanica janë kompani gjigande, ato kanë një buxhet vjetor rreth 240 miliardë euro dhe prodhojnë edhe jo vetëm anije, po edhe helikopterët Agosta, prodhojnë kaskët blu për forcat e OKB-s e tjerë dhe janë një industri shumë e mirë e fuqishme e industrisë. Por sa nevojë ka flota shqiptare, sa Shqipëria ka nevojë për një flotë, për sa nevojë ka Shqipëria dhe sa do jetë ky kapacitet prodhues. Vendi që flitet mund të jetë Pashalimani, do jetë Pashalimani, do jetë një bazë, do jetë një zonë turistike apo do jetë një zonë industrie për ato. Shqipëria është një vend i vogël dhe mundësitë e pasurive që ka të Bregdetit me veçanti janë pasuritë të cilët duhet të maturohen. Megjithatë Pashalimani është aktualisht zonë ushtarake. Po pra, është zonë ushtarake. Dhe nëse do të jetë zonë ushtarake, do të jetë një bazë, tashmë kthehet në një zonë prodhuese. Do të jetë një zonë që do të prodhojë, pra do të zgjerohet edhe në det, po edhe në territor për të krijuar atë që quhet industria prodhuese. Nuk mund të bëhet më për turizëm, domethënë, do të përqendrohemi pikërisht këtu. Do të zvoglohemi në turizëm dhe do të rritemi në industrinë e luftës. Mua më pëlqen shqetësimi i kolegut. Duhet kemi parasysh që janë disa gjëra që janë përcaktuar disa vite përpara se Shqipëria të ndryshonte regjimin. Çfarë janë këto gjëra që janë përcaktuar? Janë biseduar që përpara se do ishte porti Durrësit port Mallrash apo nuk do ishte port Mallrash,
dhe do ishte porti Vlorës port veglash, apo nuk do ishte port veglash, po flasim me gjëra teknike, qa është porti Mallrave, qa është porti Vegla. Dhe me sa duket tani po vim të jetësimi i parashikimeve, Vlora si territor do jetë territor veglash, dhe Durrësi si territor do jetë territor Mallrash dhe Shërbimesh, dhe këto të dy porte, si thush, i japin vendin e duhur Shqipërisë në Ballkan dhe në Mesdhe, në lidhje me marrëdhëniet me marinën, me detin. Sepse edhe se kemi patur det, nuk kemi patur fuqi. Fuqia një kombi përcaktohet nga deti, nga dalja në det. Pa dyshim. Kështu që tani ne po fillojmë që të fitojmë atë pjesën që na takon në fuqinë detare. Unë mendoj që ky projekt i madh me Italinë nuk është thjesht për të furnizuar marinën shqiptare, qoftë marinën pjesën me anije luftarake, qoftë edhe për të ndërtuar kështu anije të vogla për të patrulluar detin. Unë do të shkruaj çik më tej që në momentin që futen kompani të tilla italiane në lojë, është fjala për të furnizuar edhe vetë pjesën NATO-n për të furnizuar me anije luftarake. Qartë, mirë, si na ripozicionon kjo në fakt softa në marrëdhënie me rajonin? Sa po përmendi Enrico në fakt fuqinë që po marrim tani nga deti? E parë nuk e dia, ka një studim njërë, parë se të bësh një marrëveshje, që ajo zonë, me ata hapësirë që ka, është e përshtatshme për të ndërtuar një bazë për prodhimin e anijeve. Pra ne unë bëra një pyetje, çfarë anijesh do të prodhosh luftarake? Se fillojnë nga anije të vogla e deri tek anije të mëdha. Dhe nëse do të ngresh një kantier për prodhim, patjetër që kërkon një hapësirë jo të vogël. Ne kemi portin e Durrësit, shpeshherë është i pamjaftueshëm. Se mendoni që një marrëveshje e tillë nuk është bërë duke pasur studimet më parë? Nuk është transparente, pra çfarë do të prek? Kur thash turizmi, çfarë do të prek? Sepse nuk është një gjë e vogël, shkon tek ai moli dhe ndërton dy anije. Nëse do të ndërtosh industri të prodhimit të anijeve luftarake, të duhet një sipërfaqe. Edhe me portin e Vlorës është diskutuar disa herë për të qenë një nga portet më të mëdhenj, më i madh se sa po e themi porti i Durrësit. Pra, nuk ka një strategji të qartë, nuk ka pasur një politikë të qartë. Çfarë do të bëjmë? Çfarë do të bëjmë me këto resurse edhe pasuri që ka ky vend? Sepse thash, nëse themi ka një marrëveshje, kjo marrëveshje duhet të jetë transparente. Duhet shkruhet në parlament, kuptojmë çfarë sipërfaqe do të marr, çfarë do të prek, sa do të ketë avantazhe dhe disavantazhe, sa do të ndikojë apo jo në turizëm. Nëse ne do e kthejmë gjithë bregun e detit në një zonë ushtarake, për shembull, po marrim Dezhën, Dezhë është bërë për emigrantët apo jo? Mbase korat kanë ndryshuar, softa vetë kryeministri ka thënë këtë. Dezhë në fillim është thënë do bëhet porti që do t'i jepet Kosovës. Iku kjo idea. Tani u kthye port që do të jenë emigrantët. Bëhet sepse ka basenin shumë vogël, 3 metra. Tani në atje do të jenë emigrantët. Në jug do të jetë ndërtimi i anijeve. Këtej në Vlorë do të fusim gazin e lëngshëm. Domethënë, duhet të llogaritet sa sipërfaqe detare ke. Çfarë do të bëje me vijën e ujit? A ka pas qeveria shqiptare një strategji për turizmin, sepse ne kemi ndërtuar. Softa, ju po thoni që Bregdeti po jepet për luftë? Po si duhet ta zbërthej, më thoni? Se sa vend do të ngelet, domethënë, duhet të jetë shumë e qartë, sa do të ndërhyet, sa pjesë të detit apo të vijës bregdetare do të marrim për qëllime, po themi, ushtarake, për qëllime industriale dhe sa do të kemi për qëllime turistike. Është thënë do të ndërtohet autostrada e detit, e cila do të jetë një autostradë e cila do të jepte një frymarrje Shqipërisë, ku dalja nga Europa qendrore, nga Europa drejt Greqisë, do të shërbente ai që quhet korridori 10. Atëherë, ka ndryshuar kjo strategji tani? Se nëse do kemi paralel me këtë gazin e lëngshëm, këtej është industria e anijeve, atëherë ne duam të dimë si qytetarë të këtij vendi çfarë do të bëhet, sepse marrëveshjet nuk janë për aq kohë sa është në qeveri se kryeministri apo kryeministri tjetër i radhës. Ne po flasim për strategji që janë të interesit tonë kombëtar. Po pra Shqipëria 2050, ajo që përmendet, po Enrico. Shiko, le të marrim portin e Rotterdamit, është porti më i madh në Evropë, ku është edhe port Mallrash edhe port Veglash. Aty përpunohen gjithë produktet, shërbimet, njerëzit, kapitalet dhe gjithë teknologjitë që Evropa çon apo që Evropa pret të na sjellë. Dhe porti i Rotterdamit është aq i madh dhe nuk është ndarë me thik, që këtu po bëhet, këtu është hoteli që bëhet turizëm edhe këtu është porti që ngarkohen kontenerët. Pra mund t'i miksosh, mund t'i përzihesh. Dhe çështja është që ne duhet ta trajtojmë gjithë Bregdetin e Shqipërisë, që nga Shkodra edhe deri poshtë në Sarand,
si një port i madh, si një bregdet i madh, në të cilin duhet kemi diversifikim të gjithë llojeve të sektorëve të ekonomisë dhe mundësisht të gjitha industrive. Kështu që nëse e konsiderojmë kështu, që gjithë bregdeti shqiptar është i rëndësishëm dhe është strategjik, nëse mund të bëjmë një atëherë kundërpërgjigje bashkë. Ne kemi një bregdet të gjatë apo jo? 420 kilometra. Gjysma e Shqipërisë pothuajse. A mos duhet, duke qenë se kemi pikërisht këtë bregdet të gjatë që t'i ndajmë me zona, se çfarë do të bëjmë këtu, çfarë do të bëjmë aty? Kjo po bëhet. Në Shëngjin nuk mund të çosh gjëra të tilla, sepse baseni është shumë i vogël, 3 metra dhe nuk lejon. Megjithatë në Pashaliman bëhet dhe turizëm, jo vetëm do të ndërtohen. Po mirë, pse mos ta sakrifikojmë turizmin e Pashalimanit? Edhe të bëjmë gjëra të tilla në Pashaliman? Jo, le ta sakrifikojmë, por duhet ndaluar i bie. Ai ka 600 vjet që ka qenë piket për bazë ushtarake, që në kohën e Turqisë. Perandoria Otomane e donte Pashaliman. Perandoria Romake e donte Pashaliman. Pa, domethënë pas ka qenë i destinuar ai që të mos ishte pikë turistike. Ta pyes edhe Fationin, ta sakrifikojmë Pashalimanin? Patjetër. Ata që do punojnë aty do marrin rrok sikur të kishin hotel. Dakor, po. Shiko, bazë ushtarake dhe industri të prodhimit janë dy gjëra ndryshe. Nuk është e njëjta. Dakor, po nuk janë turizëm. Ajo që i lidh bashkë është vetëm fjala luftë. Pra janë luftarake. Vetëm kjo i bashkon. Edhe po të ishin për civile, industri civile, nuk do ishte turizëm. Shiko, deri më sot kemi dëgjuar një kryeminist të vendit që thotë që nga 5 milion e quam 10 milion dhe nga 10 milion dhe e çojmë 20 milion turizëm në Shqipëri. Tashmë ka një kthes që themi zona e Pashalimanit do të jetë një zonë që do të ndërtojmë me një marrëveshje që doli pa pritur, nuk ka pasur një projekt. Si? Sa turistë shkonin në Pashaliman nga këta 10 milion? Po është impakti që jep në zonën e jugut, nuk është çështja a do shkojë njëri aty ke Pashaliman, jo. Po them impakti që ti jep, sepse ajo do infrastrukturë, në moment që ti do shkosh, do rrugë. Edhe ata që shkojnë shohin ëndra me pashallar që i priten kokat. Nuk është që do shkosh me varka për të shkuar në Pashaliman, kërkon një infrastrukturë. Dhe kjo lloj infrastrukture patjetër duhet të jetë një shpjegim, jo nga ne në studio, po nga qeveria shqiptare, që çfarë projektesh ka, çfarë impakti ka, edhe këto janë të rëndësishme që transparenca publike dhe në vetë medjave është shumë e rëndësishme. Unë mendoj që duhet parë mirë kjo punë, ta zëm se do jetë në Pashaliman. Do prodhohen pjesë të anijeve dhe pjesë të anijeve do shkojnë në Itali dhe anija do montohet në Itali, te pikat e montimit që përmendëm për kompanitë që përmendëm, apo do montohen anijet këtu në Shqipëri. Nëse do montohen anijet në Shqipëri, po duhet territori i madh. Ama nëse pjesa pika ku do jetë ky projekt për të ndërtuar anijet, do jetë vetëm për të ndërtuar pjesë të anijeve, atëherë aty do vinë teknologjitë për prodhimin e pjesëve të anijeve, do hypen në avion, do çojnë anijat tan, do montohet anija ndaj tan. Dhe s'ka nevojë për territor të madh. Pastaj sot po flasim për disa teknologji të cilat nuk kërkojnë shumë volum. Në fakt sot po flasim për strategjisë si do të zhvillohet vendi apo jo? Po ja, të them unë tani, do të bëj një krahasim me një fushë tjetër që të kuptojmë se çfarë po ndodh. Nëse para 40 vjetësh një fabrikë prodhimi mielli ishte një fabrikë me 10 kate, edhe donte 300 punëtor për 100 tonë vit, sot për të njëjtin kapacitet duhet një apartament, 2 dhoma i kuzhinë dhe 5 punëtor. Pra po flasim për zvoglim të volumit të fabrikave për të prodhuar produktet. Kështu që unë mendoj që nuk duhet shkojmë të ajo që jo për duhen gjëra volumet në dhaja, teritoret në dhaja, sepse edhe me pak volume, pak territor mund të bëhen gjërat në dhaja. Dakor, e di pse ndodh mbase ky debat, sepse ndonjëherë ka ndodhur që janë firmosur marrëveshje dhe pastaj implementimi ka ngritur pikpyetje apo jo. Prandaj ndodhemi përballë këtij fakti dy marrëveshje të reja historike apo jo. Kur them për një plan zhvillimi, për një projekt zhvillimi afatgjatë nga larg afër, i një qeverie shqiptare e cila është qeveria e radhës në këto 35 vjet, sa qeveri edhe sa do tjera do jenë dhe 30 sa vite të tjera, për të zhvilluar një vend se si do jetë ai vend. Për shembull, mund vjen keq nganjëherë që gjërat vinë sipas situatës. Për shembull, ishte situata me Covidin, ju kujtohet ai momenti kur kryeministri i vendit tha që ne do bëjmë 2 fabrika për prodhimin e mjetave për ato vaksinat. Maroi Covidi, nuk u fol më për fabrikat prodhimit të vaksinave. Tani është lufta, meqenëse është lufta, hajde të prodhojmë armë të lehta. Shqipëria
do t'japi disa baza për prodhimin e armëve, të armëve të lehta, të mitrolozëve, etj. Prodhuam atë shota, prodhuam shotën, pra prodhuam blindën shota dhe dolëm dhe thamë ne do të prodhojmë autoblinda siç është shota. Prodhuam, do bënim linjën e avionave, i vëmë dhe emrat e rilindësve për linjat e avionit. Tashmë del një tjetër politikë që themi në bregun e detit duhet zhvillojmë industrinë e luftës, pra industrinë e prodhimit të anijeve. Po mas 2 vjetësh, po mas 5 vjetësh, çfarë do të bëjmë? Pra unë duhet të di çfarë do të bëhet me këtë vend dhe çfarë do të jetë. Para se të shkojmë për të shtuar si vijnë situatat, ne nuk kemi shfrytzuar herë potencialet e brendshme që kemi. Shqipëria për shkak ka krom. Shqipëria ka naftë. U tha që e nafta e shpiragut do të kishin një jetë të lumtur të gjitha ata, pa jo dështoi nuk pati sukses. Pra gjithë ajo pritje dhe entuziazëm i madh që patëm gjithë ne që thamë do kishim një jetë më të mirë, nuk ndodhi. Ne kemi burimet minerare, nuk i shfrytëzojmë. Kromi, për shembull, lufta u kthye. Po pse nuk i shfrytëzojmë? Pse? Po nuk i shfrytëzojmë pra sepse nuk ka strategji, nuk ka politika. Ne ja kemi dhënë o turqëve, o kompanive të tjera e kanë sobëzuar burimet minerare në atë pikë sa që janë katandisur në pikën më të dobët të ulët. Ndërkohë që Shqipëria ka pasuri, është vendi i 5 në botë për burime minerare, flasin për kromin, flasin për bakrin, flasin për industritë të cilët janë shumë më fitimprurëse se sa po themi anijet e luftës. Zvicra për shembull nuk i ka këto potenciale, po ka një jetesë më të mirë dhe ka një standard më të mirë jetese. Pra ne do shkojmë çfarë standardi do të bëjë qeverisja e radhës për qytetarët shqiptarë dhe si do të jetë kjo Shqipëri nesër. Këte i kemi krujën dhe në afërsitë krujën ndërtojmë fabrika çimendove. Pra çfarë do të bësh? O do ruash historinë, o do të ndërtosh industrinë. Pra edhe kjo nuk është shumë e qartë sepse her pas here ka ndryshime gjatë rrugës të një strategjie të qasës së një partie, të një pushteti apo të qeverisë të radhës. Pra s'po bëjmë asnjërin as tjetrën, po thoni. Shqipëria këtyre 36 viteve ka qenë kështu, prishkusia bëj kanaçe. Në model ekonomik nuk e dim se ku është. Strategji për zhvillimin e bujqësisë nuk e dim se ku është. Për turizmin ka 64 strategji, 2 në vit. 2 në vit kemi bërë strategji për turizmin, strategji për mbrojtjen e mjedisit, për këto politika në ndikimit mjedise, për menaxhimin e mbetjeve, 3 në vit. Ky është një problem. Tjetër është që ne gatbuam që në fillim në vitin 93-94 me procesin privatizimit. Në i kohë që nga privatizimi ne duhet kishim bërë ristrukturim të ndërmarrjeve të asaj periudhe dhe jo të shkatronim për shkak sepse kanë kaluar shumë vite, tani po flasim për Shqipërinë aktuale. E kishe pra kompaninë e prodhimit kromit. E kishe tënden, e shkatrove. Edhe për Shpiragun kemi folur në këtë studio me profesor Civicin që thanë se ose në mos Shpiragut patën të kishim të shfrytëzonim rafinerit tona, por që mund të ulin në 30% çmimin e naftës. Edhe naftën nuk e kuptojnë dot, çka s'an do. Thonë nafta është e varfër. Nuk e kuptojnë që ne jemi mbas rumunëve, mbas Rumanisë, Shqipëria ka naftën më të pasur, sepse nafta nuk është vetëm produkti, po ka 9 produkte. Dhe prandaj ishte referinia. Dhe nëse do t'i kthesh referinis, patjetër që nxjerr pjesë për bitumin, nxjerr produkte të kësaj natyre. Pra varet çfarë kanë në plan për të shfrytzuar dhe për të dhënë eficiencë pasuritë kombëtare. Pra me një fjalë, çfarë mund të jetë Shqipëria 2050-s? Shqipëri. Edhe për ju e njëjta fjalë softa. Si mund të jetë? E rëndësishme është ta bëjmë Shqipëri. Shiko, ne jemi shumë të paqartë në raport me çfarë do të ndodhë në ato vite. Qartë. Mirë, të falenderoj shumë për prezencën në program, falenderoj Softën, falenderoj Enrico Cekon, të dy të ftuarit e mi. Faleminderit edhe ju, të dashur miq që na keni ndjekur, takimin nesër sigurisht me një tjetër temë këtu në ekranin e Top Channel. Mirupafshim.